thash. Pyesin nga shtëpia se janë. Dhe kam hallën e mamit se e kam shumë të ndjeshme. Pse? Për çfarë mendon? Çfarë mund të më shqetësoj? Mërzitë dhe prejton shumë. Unë ta kam thënë, ty ta thash, çfarë ditë kur më the që ja gjujte ujin në Rogertit, unë kuptova që i ke hi gjana të gabume, ti nuk mundesh që ka qenë Rogerti, ndoshta që ke shku i ke gju kofe me ujë. Po se kam kap fare ata. Po mirë, tash sa mund ta them, a ban me ta? Ma më thuje. A dën me ditë një mendim timin a nuk Thuje pra, dën? ma thuje. Okej. Tash, unë e kuptoj shumë mirë edhe të kam thënë, mu vjen shumë keq kur vinë, të provokojnë, bojnë skema palidhe se janë burra të rritur edhe nuk i ka hije me bojnë gjatë tillë me një djalë 28-29 vjeç, çka kupton sjellja e tyre. Po kur e shef që një person është shumë gabim dhe bën gjeste të gabume me ty, mos i jep shkak që me qenë edhe ti pa gabim në atë situatë. Do me thonë, që se shef që ai bën një gabim të madh, ti maje veten maksimum. Maje veten maksimum që kur del ajo situatë, ai me dalë që është gabim 100%. Jo, prit një sekond, jo me dalë që edhe ti e pa gabim. Unë e kuptoj që presioni ka qenë i madh këto ditë të gjitha. Prit një sekond. Unë e kuptoj që presioni ka qenë i madh këto ditë të gjitha, po ti nuk mundesh tash, ata janë tipa që ofendojnë, bullizojnë e gjitha, po ti pja u kthen ofendimet. Unë e kuptoj që kajherë duhet edhe m'ja u kthy, po ktheja me edukat, me mirësi, mos ja u ktheme edhe ti me ofendime, me ulje, me gjana. A din mos basi lloj veprime. Unë ofendime se që përna thënë nuk bëj. Kurse sa i kur përket unë rastit, unë ja kam thënë të thash, shëndritit. Kur unë thash ty, a pra gjestin që ke bërë që i ke ujtë tapon thash, nuk është gjë e bukur, edhe ti mu, prit një sekund, ti mu më the, jo se du të me lujt. Mateo, ti këtu mundesh, ti the du të edhe me u fut në loj, du të me lujt, anë e kënej. Ti mundesh edhe thjesht me qenë vetvetja, edhe del fitues, se